Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur edhe për këtë javë në Infoftes këtu në televizionin Sot 7. Do të kemi sonte një emision për botën e librave dhe natyrshëm unë po bëj edhe prezantimin e të ftuar, se është Vasilika Tafa, botuese pronare Ombra GVG. Zonja Tafa, kënaqësi që u kam në studio. Faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që jam këtu. Të kemi edhe si pogradecare, jo si, po pogradecare. Sepse vërtet kur vi në pogradec... Një vajzë pogradeci. Vërtet kur vi në pogradec, shfletoj në mendjen time dhe shfletoj pak fëmijëri, pak rini të ershme dhe më duket sikur kalojnë ato rrugicat e qytetit që njifja dikur dhe sot që është pogradeci i ndryshuar me zhvillimet e tij, por unë ngelem ajo Vasilika. E gjen atë Vasilikën. E gjej Vasilika Manikën. Vasilika Manika. Tafa. Tafa tani, sigurisht. Në hyrje do doja të përshëndesja dhe bashortin tuaj, njeriu që ndani gjithë këtë ndërmarrje kaq të rëndësishme si kundër është Ombra GVG Gëzim Tafa. Gëzim, të përshëndesim. E përshëndesim dhe falenderojmë që edhe se nuk është prezent, është mesnesh në të gjithë imazhin e tij. Okej, sapo ka ulur Vasilika si parin panajiri i librit, dua të mbetemi pak këtu me mbresat emocionet e këtij edicioni, si u prezantuat, në fakt lodhje madhe, megjithatë Vasilika ditë marrë edhe kënaqësinë, por edhe të menaxhoj lodhjen, sepse janë kaq vite që ju me sukses prezentojeni në panajiret e ndryshme. Në fakt është një eksperiencë shumë e bukur, sapo vërtet mbylli si parin panajiri i 28 i librit, është një panajir i cili na vë përballë lexuesve. Unë do t'u azoja një frazë të një shkrimtari italian, La Gioia, i përkthyer tashmë dhe në shqip. Ai dikur në panajirin e Torinos ka thënë një frazë që vërtet e përdor në çdo gjë që flitet për panajirin, në çdo emision. Ai thotë panajiri është i botuesve dhe i lexuesve, ku aktrojnë, thot, shkrimtar dhe përkthyes, shkrimtar për fëmijë dhe shkrimtar për të rritur. Dhe unë do të thoja që ata syt kureshtar të lexuesve të bëjnë që ajo lodhja e madhe, sepse ju thoni lirë 5 ditë panajir. Jo, lodhja jo nuk është 5 ditë. Ka muaj të tërë, sepse të përgatisësh një panajir, të përgatisësh një seri libra të rinj, është një lodhje, por është edhe një kënaqësi. Kur ti shikon lexues cilës i afrohen stendës edhe kërkojnë librin e radhës, kërkojnë librin e dytë të serisë, apo të tjera kërshëri, ndjesh shumë mirë. Apo kur në panajirin e librit si vjet ne kishim një befasi, mes nesh ishte një shkrimtar kanadez, Jean-François Sénéchal. Besoj e kemi foton e atij? Me librin e tij Bulevard, dhe ne bëm një prezantim ku ndam me shumë fëmijë dhe të rinj librin e këtij shkrimtari. Ja, për regjia të dalë në fakt foto në ekran. Po, jemi këtu, po. Këtu jemi. Sénéchali ishte në prezantim ditën e parë të panajirit dhe mori emocione të papara, sepse atje ne i sollëm edhe një personazh të librit të tij, një personazh shqiptar, ai flet për një do me thënë në librin e tij flet për të rinj të cilët janë me aftësi ndryshe dhe një njerëz shqiptar i cili kishte dëgjuar një emision timin kur kisha prezantuar dikur këtë libër, kur doli para pak muajsh. Dhe ata u takuan. Ata u takuan dhe ai mori një autograf live. Pra, do me thënë, në të gjithë konceptin e tij, panajiri i librit është një ftesë dhe një fest e librit. Kështu që vërtet lodhja kalon shpejt. Në fakt shumë tituj kishte panajiri i librit, po unë doja të përqendrohem te stenda juaj, Ombra GVG. Ju u prezantuat me libra dinjitoz që përveçohen nga tjerët, unë dua ta them këtë, edhe pse mund t'ju pëlqejë të tjerëve apo mund mos ju pëlqejë të tjerëve, kopertinat që realizon Ombra GVG, edhe filtri ku kalon libri me redaktim tek Ombra GVG, ndodh shumë pak edhe rallë tek të tjerët. Të falenderoj për konstatimin. Në fakt ne jemi një shtëpi botuese që afrohemi 25 vjet punë edhe të themi punë edhe përpjekje dhe përqendrim. Dhe unë mendoj që këtë panajir vërtet kemi konsoliduar disa kolana, kemi sjell libra të rinj, të cilët duhet jenë në vëmendjen e lexuesit shqiptar,
kemi përkthyes shumë të mirë, kemi vlerësime edhe nga shtëpitë editorit ku na janë shitur të drejtat, ashtu si kemi përzgjedhur të kemi edhe një autore shqiptare, po e cila sfikati me njëherë. Unë dua të them që jemi shumë selektiv edhe në përzgjedhjen e letërsisë tuaj, edhe në përzgjedhjen e letërsisë shqipe. Pse e them këtë gjë? Jo, nuk botojmë kollaj. Edhe unë dhe Gëzimi kemi një filtr. Ka standarde. Editorit shqiptare mendoj që duhet të kenë patjetër një filtr të tyre për të mos botuar çdo lloj libër që mendon dikush që ka shkruar libër. Ne duhet jemi filtri i parë. Sigurisht është kritika ajo që vendos. Jeni ju profesorët që duhet të hyni dhe të ndërhyni në atë që çka botohet në letërsinë shqipe. Por mendoj që ne botuesit duhet jemi të kujdesshëm, sepse kur ti servir lexuesit shqiptar një vepër të letërsisë shqipe, ajo jo vetëm duhet jetë e lexuar, duhet jetë në kuptimin jo pejorativ, po duhet jetë dhe e blerë, se në fund ne jemi biznese. Nëse nuk riprodhojmë të ardhurat tona nëpërmjet shitjes të librit, ne falimentojmë, ne nuk jemi fondacione. Kështu që edhe letërsia shqipe duhet kalojë në filtrat forta dhe ne kishim Ena Bulkun, një artiste e artit pamor, e cila kishte performuar, do të them, e do ta them me fjalën performim, që t'i vi në profesion Enës me një libër shumë të bukur, Pallati i Dëshpërimit. Ajo vlerësua dhe nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, por edhe hyri në peshën e përzgjedhur të shkrimtarëve shqiptar. Domethënë me librin e saj të dytë. Dhe ma besoni Ilir, kur Ena paraqiti librin, ashtu si mund të kemi plot libra në emailin ton, cilat nuk për fatkeqësi nuk i kemi marrë parasysh, sepse nuk janë libra të standardit për të ndarë me lexuesin, sepse problemi është çfarë ti mendon që duhet lexojë lexuesi shqiptar. Ajo është filtri jon. Të dy me Gëzimin u habitëm. Në një gojë të themi, apo me një fjali e thamë, ky libër do botohet me njerë. Dhe vërtet Ena ja vlejti. Do me thënë, ne kishim gjëmtuar një letërsi shumë të mirë. Ena bëri promovimet të shkëlqyera, edhe pranë Universitetit të Gjuletërsisë. Zonja Dhurata Sheri na përzgjodhi për të na bërë pjesë të klubit të librit dhe kritikës atje. Në fakultet. Dhe Ena vërtet do t'jetë shkrimtare e së ardhmes. Pse jo, më vjen mirë. Unë shikoj këtu një botim, është ky botimi që po mbaj në dorë Florente dhe Laura. Po, Francisco Balaktas. Është një shkrimtar i cili për kërshërinë e teleshikuesit tuaj dhe lexuesit ton vjen nga shumë larg, nga Filipinet. Edhe do të thoni ju, si ombra ka zgjedhur një poem dashurie nga Filipinet. A thua nuk shkruajnë poema në gjuhën e tyre, në vendin e tyre. Po, shikoj që ka edhe kostume tradicionale. Kjo është befasësia në kopertinë. Do t'i lutem kamerës të na bëjë një plan, po ne ndërkohë komentojmë. Francesco Balaktas është një autor klasik filipinez, i cili na befasoi me prezencën një Ministria e Kulturës filipineze. Na u drejtua sepse ne jemi botues të disa librave nga Filipine, të cilët kanë fituar çmime të rëndësishme letrare. Ata na u drejtuan për këtë libër dhe menduan të na prezantojnë. Ishte një befasi për mua me Gëzimin, një libër i cili i shkruar nga Francisco Balaktas dhe e shkruar një poem dashurie për Shqipërinë. Për vitet kur në Shqipëri ishte Skënderbeu. Pra do me thënë ato vite të luftës të Skënderbeut kundër portës së lartë otomanëve. Është një poezi, një poem dashurie me shumë vargje të bukura, por që ndërthuret, do me thënë këta të dy të dashuruar do ta gjenin veten ndonjëherë të duket sikur janë pranë Shqipërisë, e ndonjëherë pranë atyre brigjeve, brigjeve ku kanë shkuar arbreshët. Në Crotone. Crotone është një qytet në jug të Italisë, ku është i banuar nga arbresh. Crotone dhe më thënë ndonjëherë bashkohen sepse mendohet thonë që ky shkrimtar ka qenë i burgosur bashkë me një shqiptar të asaj kohe dhe ai ka treguar për dashurinë e tij dhe ai e ka kthyer në vargje. Po është ka që vlerësuar kjo poem sa më lini
me sa di, nxënësit e shkollave të mesme duhet ta mësojnë duhet ta mësojnë përmendesh sepse nuk e kalojnë klasën e shkollës të mesme pa mësuar këtë poem. Shumë interesante. Dhe unë mendoj që kjo poem e trajtuar edhe artistikisht nga Gëzimi, duke e veshur personazhet, gjithmonë kanë qenë thjesht pa ilustrime, personazhet krijuan, domethënë një emocion. Ky libër ishte nga librat më të rëndësishëm të Panairit të Frankfurtit, i cili u mbajt në tetor, sepse vetë shteti Filipineve ishte shtet i ftuar i nderit të Panairit dhe ai paraqiti gjithë krimtarin, librat e botuar nga vetë autorët filipinesë, por dhe librat të cilët janë përkthyer në botë. Dhe ky ishte një libër nderi, ne ishim të ftuar atje. Më thënë morëm emocione, sepse emocionet janë dy fish Ilir. Edhe sepse ne e kemi sjell këtë lloj letërsie dhe këtë lloj historie në Shqip. Ju komplimentoj në fakt për punën që bëni, edhe do të vazhdoni ta bëni, por edhe për këtë botim sa luksoz aq edhe utilitar për vlerat që ai mbart. Vasilika, ju personalisht, Ombra, në përgjithësi, si shtëpi botuese në tregun shqiptar, ka marrë edhe një vlerësim nga kryetari i bashkisë, do më ndihmoj regjia me certifikatën, i jepet shtëpisë botuese Ombra GVG në shenjë mirënjohje të thellë për kontributin e vyer nëpërmjet dhurimit librave që pasurojnë fondin e bibliotekës sonë. Ky akt bujar ndihmon në nxitjen e dashurisë për leximin në komunitetin ton, kryetari Ilir Xhakolli. Është një vlerësim në fakt. Në fakt unë e falenderoj zotin Ilir Xhakolli, kryetari i bashkisë. Për ju si çift drejtuesish të Ombrës, pra ju edhe Gëzim Tafa, natyrshëm Ombra nëpërmjet jush merr këtë vlerësim. Unë e falenderoj përzemërsisht për vlerësimin. Në fakt do doja të isha të ditë e ftuar, të isha prezent në ftesën që mu bë për të qenë në bibliotekë, për ta marrë këtë certifikat, por unë isha në një tjetër event tashmë të përcaktuar më përpara, atje në Arbreshët e Italisë, ku prezantuam një libër të Nikol Filias, sepse ne jemi botuesit e një nga albanologët dhe filologët më të mirë shqiptar, Mateo Mandala, i cili ka sjellë nëpërmjet punës të tij skrupuloze, por edhe shumë profesionale, shumë libra, cilat janë në fundamentin jo vetëm të Ombra GVG-s si shtëpi botuese, po do të thoja të gjithë historiografisë shqiptare. Dhe Nikol Filia, një prift i viteve 1752, vinte i përkthyer në një libër të përkthyer dhe bashkë me studimin, por edhe në një libër vetëm italisht, dhe ne prezantuam atë në disa komunat shqiptare, por edhe në Universitetin e Palermos. Kështu që unë nuk u ndodha, por kënaqësinë e mora dhe unë me dëshirë fal libra, jo vetëm në bibliotekën e Pogradecit, por edhe në shumë biblioteka të tjera, cilat kanë nevojë për libra, por unë mendoj që duhet jenë politika më të shtuara të qeverive dhe të bashkive, të cilat duhet kenë në vëmendje librin. Domethënë sigurisht dashuria jonë për të falur libra, për të qenë librat e Ombrës në bibliotekën e Pogradecit, nuk njeh kufi. Unë sa herë të kem mundësi do t'i fal, edhe pa certifikata dhe me certifikata, sepse këta janë qytetarët që unë dua, këta janë qytetarët që nuk ka rëndësi në më njohin mua si portret, po dua të njohin Ombra GVG, dua të jenë ata leximtarët e dy korifejve të mëdhenj të kulturës shqiptare, si Lazgush Poradeci e Mitrush Kuteli, dua të jenë ata që nëpërmjet librave të ndrojnë për këtë Pogradec kaq të bukur sa të gjithë magniten me bukuritë e këtij qyteti, por ata duhet të jenë të bukur dhe në mendje, edhe në perceptimin, edhe domethënë librat janë ushqimi i të rinjve pogradecar për të bërë qytetar më të mirë, për të bërë profesionist më të mirë, sepse unë mendoj që një libër, një letërsi, nuk është do të thotë vetëm të lexosh edhe të perceptosh atë ngjarjen që tregon libri, por ai të bën që ti të perceptosh më mirë jetën që jeton, të perceptosh më mirë të ardhmen tënde, të kuptosh realitetin, edhe të sillesh më mirë në shoqëri. Kështu që gjithmonë në Pogradecarët kemi qenë njerëz të mirë, por të jemi edhe njerëz edhe më të ditur. Jo, më pëlqen kjo pjesë altruizmit të shpërndarjes dhe faljes thënë më shqip të librit. Pasurohet biblioteka e qyteti, mendjet e njerëzve. E kam në vëmendje.
e kam në vëmend. Edhe besoj do ta realizoj edhe Po ju në vëmendje keni edhe autorët po Gretacar. Janë të shumtë ata që kanë botuar tek Ombra. Faleminderit. Fal kësaj nuatje, fal kësaj dashamirësie që ju e keni edhe që se kurseni. Po patjetër, domethënë në fund, Ilirën e duhet të botojmë letërsi. Edhe nuk duhet jemi as nacionalist të botojmë ata që ne kemi afër, por ata që kanë vlerë. Dhe unë mendoj që krijuesit po Gretacar kanë vlerat e tyre. Si ata të artit pamor dhe ato të shkrimit. Kështu që pse jo? Po kaq interesant jeni në përzgjedhjen e shkrimtarëve nga Ballkani edhe mëtej në botë. Shiko, unë mendoj që... Ka një politik, ka shtëpia juaj, botuese agent... Jo, ka një politik. Nuhasin... Unë do t'ju tregoj diçka të bukur që, domethënë që lidhet me këtë politikën tonë. Kur ne vendosëm të bënim një shtëpi botuese me Gëzimin, libri i parë që kemi botuar, mendon se kush është? Jo. Marco Polo. Ashtu si Marco Polo, tojnë në shumë vëndet botës, dhe ne, me nuatjen tonë dhe me kërkimet tona si botues, kemi zbuluar letërsi të mrekullueshme nga gjithë bota. Nuk do të thotë që një letërsi të vi nga Amerika, të vi nga Anglia, dhe do të thotë që kjo letërsi është një letërsi e cila vlen. Jo, shkrimtar të mirë ka kudo. Ne kishim Ismail Kadaren, i cili ishte kandidat për Nobelin dhe fitoi shumë çmime letrare në gjithë botën. Pra do me thënë, nuk duhet jemi fanatik për letërsitë e mëdha, themi. Vërtet kemi autor të mrekullueshëm nga shumë vende. Unë kam disa botime shumë të mira edhe nga Maqedonia që kemi përballë. Dhe mendoj që Lidia Dimovska për shembull ka një libër shumë të bukur të përkthyer me ne, Jetë rezervë. Kur unë e kam lexuar atë libër, ma beso, kam kujtuar gjyshen time Kaliopin me ato para përgatitjet për dimrin. Edhe ajo tregonte se si nëna e saj para përgatiste ato gjërat për të ardhur dimri ftohtë. Një autor interesant, Sasho Dimovski. Kemi, po do ta thoja, një autor shumë interesant, Sasho Dimovski. Një letërsi fantastike ka shkruar, Stina e 5 vitit. Me thënë, një libër që ka ardhur në Shqip edhe shumë bukur, nga Mjallaq Apostolovski, me thënë, i cili përkthyes është Maqedonas me nacionalitet dhe ka përkthyer një letërsi të mrekullueshme. Por, të shkojmë edhe më tej. Unë mendoj që të botosh një letërsi rumune, nuk të thotë që ti boton një letërsi se i kemi kështu, do me thënë, jemi Europa, Juglindo. Jo, letërsi shumë e bukur. Edhe do ta veçoja Mollkuqen për shkakun. Mollkuqja është një libër vërtet shumë i bukur, e kemi. Dhe e shkrimtarja vet është një grua me aftësi të kufizuar apo një shkrimtar, një mendje ndritur. Ka një ligjërim të jashtëzakonshëm për mënyrën se si ajo percepton jetën, si don ajo ta sfidojë realitetin shëndetësor të saj, si don të jetë në vëmendje, si don të jetë, domethënë, ajo që nuk është dot, por në fakt ajo është me letërsinë e saj. Fakti që do të lexohet nga shqiptarët dhe është një libër i përkthyer në shumë vende të botës, ajo vjen nga letërsia moldave, por Republika Moldave tashmë e dim që flet në gjuhën rumune dhe unë Eda Merepezën e falenderoj sepse vërtet e ka sjell një libër të mrekullueshëm në gjuhën shqipe. Pra do të thotë që ne nuk mund të sfidojmë vetëm me letërsi të mëdha. Ashtu si kemi dhe shkrimtarë shumë të mirë nga Italia, nga Amerika. Unë do të veçoja këtë panajër, ne nxorëm domethënë publikuam një libër pami nga Liçeni Komo të Adriana Dixhanit. Do të në kopertinat pak më vonë në pjesën e dytë. Më shkruaj një kuriozitet, çu shtyu me Gëzimin Themelonit Ombrën? Duhet pak histori këtu, po duhet jetë histori, do ta them shkurt dhe këndshëm. Po, jemi sy e vesh ta dëgjojmë. Gëzimi gjithmonë ka qenë i atashuar në media të ndryshme. Domethënë, edhe para viteve 90, Gëzimi ka qenë redaktor artistik dhe gjithmonë është marrë me botimet dhe me librat. Edhe pas viteve 90 ne patëm një eksperiencë me disa botime, por edhe me disa zgjidhje të themi të dizajnit, të cilat na u ofruan si punë, por e kuptuam që të dy e donim shumë librin. Madje kur u martuam, të dy morëm bibliotekat tona respektive dhe ma besoni që në bibliotekën tonë të madhe u bashkuan
dy libra të njëjtit shkrimtar, sepse të dy kishin bler. Gëzimi kishte qenë gjithë jetën edhe pranë shtëpisë botuese Naim Frashëri me kopertinat e tij. Është një njeri I cili e njeh edhe letërsinë shumë mirë, përveç se njeh shumë mirë artin pamor. Botën e librit. Botën e librit e njeh jashtëzakonisht mirë. Unë them artistikisht e njeh shumë më mirë se sa në mënyrë menaxheriale. Po artistikisht e njeh shumë mirë. E njeh letërsinë botërore shumë mirë dhe menduam që të performonim me një shtëpi botuese, të krijonim këtë shtëpi botuese e cila do të ishte jo duke ndjekur vijën e të gjithë botuesve, por duke bërë atë që dinim ne të bënim. Dhe nëse ne kemi ndryshuar nga të gjithë botuesit shqiptar, kemi një vizion tonin, si në paraqitje që ju e theksuat, por edhe në përzgjedhje të autorëve, unë mendoj që jemi duke plotësuar dëshirën e 25 viteve të shkuara. Okej, më vjen mirë që vazhdoni të keni sukses në këtë vendimarrje që doli e frytshme, e suksesshme. Ilire bëjmë me shumë pasion, sepse... Gjërat nëse nuk bëhen me pasion vdesin. Sidomos me librin, unë them duhet jesh më shumë idealist se sa materialist. Në qoftë se ti ke materialisten si primare, nuk I realizon dot, sepse gjithçka rritet e kushton, edhe ne I qëndrojmë aty stoik çmimeve që kemi pasur, dhe kjo rrit do të thënë zvoglon vlerën e fitimit në një lloj mënyre. Tani të flas si një grua në biznes, sepse shtëpia botuese në fund të gjithave është një biznes. Ne jemi taksapagues si çdo biznes tjetër. Dhe kështu që duhet të kesh vëmendje midis raporteve, që duhet të ketë libri I shitur, libri I mirë, dhe midis librit të shitur ti nuk duhet të sjellësh kurse si libra të cilat cënojnë në shijet e lexuesve apo kultivojnë lexues jo të mirë, sepse mendoj që botuesit, jo vetëm ne, po të gjithë botuesit shqiptar duhet të kenë një vëmendje të shtuar, ne jemi një vend I vogël, një vend dhe kurse si kemi dhe lexues të pakët. Dhe në këtë ngushtësi që ka libri shqip, edhe libri I përkthyer, por edhe libri I krijuar, unë them duhet patjetër të gjëmtojmë vlera, si të letërsisë shqipe dhe të letërsisë tuaj. Është më shumë se sa mision kombëtar në fakt. Faleminderit Ilir për vlerësimin. Ne do kalojmë në publicitet dhe në pjesën e dytë do jemi me disa kopertina për t'i komentuar, janë kopertina që ju I keni prezantuar në këtë panajir libri, si botime të suksesshme. Vasilika, natyrshëm lind pyetje që unë e lash të nënkuptuar mes pyetjeve të pjesës së parë. Si ndahet puna në vendimarrje mes jush dhe bashortit për të botuar libra? E tham në rastin e autores shqiptare që unifikoheni dhe bini dakord njëzërshëm kur ka botimet mira, jo për erë. Sigurisht që ne kemi diskutimet tona, por duke qenë se ne kemi shumë të mirë me njëri tjetrin, edhe në punë, për të thënë që edhe në punë performojmë jashtëzakonisht mirë në raportet që kemi me botimet, jemi të dy të fokusuar për të sjellë letërsi shumë të mirë, e kuptojmë mirë njëri tjetrin në gjitha librat që duam të botojmë, kemi argumentat forta ndaj njëri tjetrit për të sjellë një libër. Unë jam më praktike, duhet ta them, sepse do të them kur merr përsipër të thuash diçka publikisht, unë them do të jesh e vërtet. Po normal. Unë jam më praktike edhe në përzgjedhje, edhe në mënyrën se si dua të qasem ndaj lexuesit, kurse Gëzimi është pak më idealist. Pra don patjetër vlera të padiskutueshme. Sigurisht kjo është një gjë e cila na mban në këmbë drejt, edhe ka një vlerë jo vetëm për letërsinë që botojmë ne, po për letërsinë dhe për historiografinë në përgjithësi. Ai kur flitet për libra të cilat kanë vlera historike, nuk mendohet dy herë. Do me thënë, do në ta bëj patjetër dhe me botimin më të shkëlqyer, jo më të mirë, po të shkëlqyer. Në moment
kam pak hezitim. Gëzim, duhen bërë dhe pak llogarithe mund për këtë libër, edhe i thot Lika thot llogarit përballë këtij libri thot janë bara zero dhe kur shumëzojnë gjërat dalin zero. Kështu që ta lëm këtë thot jetë vlerë. Okay. Dhe kështu që vendoset sigurisht që kemi një koordinim shumë të mirë, edhe të mënyrës se si duam ta nxjerrim një libër, se si duhet ta prezantojmë një autore, është një bashkëpunues i jashtëzakonshëm edhe në mënyrën kur ti kërkon të bësh diçka, Gëzimi të ndihmon që domethënë ti të arrish qëllimet e tua, edhe kur nuk është qëllimi ti, më thënë, ai në çdo mënyrë mundohet të mbështesë që ti të arrish qëllimet e tua. Dhe unë them që koordinimi jonë shumë i mirë është pjesë e këtij suksesi që ju thoni, sepse do të thënë të përdor një fjalë ndoshta jo fort mirë, por nëse njëri do t'i kishte rënë një gjë, njëri nga një rrugë, nuk do të ishin në rrugë. Ne jemi ne konvenojmë në një të përbashkët, e cila është një vlerë për letërsinë shqipe apo letërsinë e huaj. Le të shohim disa vlerat prezantuara në panajër. Më ndihmon regjia me kopertinat, edhe ne i komentojmë. Bulevard. Për shembull, librin Bulevard e kam zgjedhur unë. Gëzimi ka qenë jashtëzakonisht pro botimit të këtij libri. Një një gjuhë ashpër, por e bukur. Është një libër i cili besoj duhet lexohet nga të gjithë. Historia është e një djali 18 vjeçar me aftësi ndryshe, që ne tashmë dim që në rrugën tonë, pranë pallatit tonë, në lagjen tonë, ka gjithmonë një njeri që duhet ndihmuar. Dhe ky djali Kristi i librit, i romanit, i cili vjen nga, thoni ju, nga Kanadaja e largët, nga një vend ku ka politika sociale të jashtëzakonshme, Kristi kërkon ndihmën e qytetarëve të tij, e komshinëve të tij, sepse nëna në ditën e 18 vjetorit e ka braktisur. Sepse ajo gjithkohës e rriti me një lloj makthi se si do të jetoj unë me një djalë me aftësi ndryshe, domethënë ai nuk ishte si bashkëmoshatarët e tij, dhe në fund është ai ligji 18 vjeç duhet ja dalësh vetë, dhe ajo e braktisi. Kristi u ngrit atë ditë sepse kujtoi se nëna kishte shkuar ti merrte tortën e ditëlindjes dhe u gjenti vetëm. Fundin e lëm tek lexuesi. Sigurisht, por unë dua të them që ky libër është një libër që ndihmon gjithë njerëzit për të pasur një empati të shtuar ndaj këtyre fenomeneve dhe ndaj këtyre njerëzve. Prandaj unë them që edhe shkrimtari me praninë e tij solli një tjetër frym. Unë i solla atë Kristin shqiptar që i mori firmën dhe të gjithë të rinjt e kuptova që do të ishin ndryshe mbas asaj bisede edhe të jashtëzakonshme me shkrimtarin. Okej, do të ecim me një tjetër botim. Ja, këtu jemi me një tjetër botim, po. Është një botim i mrekullueshëm për fëmijë. Sapo kemi përcjell shkrimtarin, i cili Kostan Van Grand ishte me një prezantim të bukur. Kalabashi Art, Aventurat e Jung Gjoshit dhe Kalabashi Art, është libri i parë i një serie të Jung Gjoshit. Kostan Van Grand ishte prezent dhe bashkëbisedoi me fëmijët shqiptar në Kod, në qendrën Kod. Pranë kryeministrisë, ne bëm një prezantim të bukur, është një libër, është këto ditë prezantim breslënës, edhe autori ka qenë i befasuar nga pritja e fëmijëve, që çdo kërshëri u shua në gjuhën angleze prej tyre. Po, kjo është e vërtetë edhe ju kishit përgatitur edhe një sport me mendimet e tyre, që vetë fëmijët rreth librit, edhe të gjitha ishin në anglisht. Ai u ndje kaq i befasuar sepse ka hapur edhe një faqe të vetën të Jung Gjoshit dhe na premtoi të gjithë atje në atë prezantim që unë të gjitha mendimet në anglisht të fëmijëve shqiptar do t'i fus në këtë portal, në këtë faqe, sepse Jung Gjoshi tashmë nuk është vetëm i Afrikës të Jugut, por është edhe Jung Gjoshi shqiptar. Unë mendoj që ne kemi sjell një letërsi e cila vjen nga shumë larg, na sjell shumë frym, shumë magji të një vendi që ne nuk e njohim, por atë që na tha shkrimtari, në natyrë thot, ne jemi shumë të përafërt. Dhe më thënë, na befasoi me mënyrën se si ai foli, ishte u dashurua me Shqipërinë edhe se ndeti pak ditë dhe në prezantimet që bëri dhe në media të ndryshme, ishte falenderues ndaj pritjes të shqiptarëve. Dhe si me një tjetër kopertinë,
Fajtori. Edhe ky është një libër Martin Stein, edhe ky vjen nga Afrika e Jugut. A e dini ju që afrikano-jugorët janë shkrimtarët më të mirë të thrillerit në botë? Shumë libra të tyre janë ekranizuar nga Hollywoodi. I kanë qenë bazë për skenarit të ndryshme të Hollywoodit. Martin Stein është në profesion, është një kriminalist, por që ka një penë të artë. Ne kemi sjellë me 2 libra, pas suksesit që Martin Stein pati në Shqip me gjurmë të errta. Fajtori, i përkthyer shumë bukur nga Sidita Hoxhić, një pedagoge e gjuhës angleze dhe jep lëndën e përkthimit, pati një interes shumë të madh nga lexuesit. Vërtet, domethënë, janë një kategori e madhe lexuesish, sidomos meshkujt, që e duan thrillerin, e pëlqejnë. Ishte një libër që të befasonte pas çdo situate, ti mendoje ndryshe dhe autori të jepte me zgjidhjet e tij. Unë mendoj që do të jetë një libër që besoj do të ngjallë shumë përshëri edhe në lexuesit, cilët ende nuk e kanë lexuar. Vazhdojmë me një tjetër botim. Kryevepra. Kjo është vërtet një kryevepër. Belinda Aleksandra është një shkrimtare, e di nga larg vjen, por lexohet në gjithë botën. Vjen nga Australia e largët. Historia e piktores që mashtroi Hitlerin. Dhe kjo është vërtet një histori e befasishme. Belinda Aleksandra është një shkrimtare që në 24 romanet e saj është befasuese. Por kjo thuhet që është kryevepra e shkrimtares. Ne kemi botuar ka rreth 2 muaj më përpara dhe ishte një libër i ri i Panajerit, një piktore e cila vinte me origjinë ruse, Kristina Belova, quhej Piktoria, bëri një pikturë, domethënë thuajse të njëjtë me një piktori të madh italian, Botticellit, sepse të gjithë ata të dërguarit e klerit për të mbledhur pikturat origjinale që ndodheshin në Paris, jo vetëm në Louvre, por edhe në galeri të ndryshme të artit në Louvre, ata i mblodhën për t'i çuar në Gjermani. Dhe dihet që ka qenë një histori e vërtet. Ky është një thriller historik. Belinda Aleksandra ka ndejtur, është me nënë ruse dhe me baba australian, prandaj edhe personazhin e zgjedh rus, sepse nënën e ka ruse, ka jetuar rreth 1 vit në Paris, nëpër arkivat e Parisit, dhe ka gjetur një histori të vërtet. Një treni u nis për në Berlin, dhe një nga djemtë e galeristëve më të mëdhenj të Parisit shkoi dhe ndaloi trenin dhe bëri një luftash për atje që pikturat për të shpëtuar. Sigurisht Belinda nuk e tregon në këtë mënyrë. Unë ja u ritheksoj që ky është një thriller historik, pra bazën e ka historike, por brenda artistikisht ajo ka personazhe të tjera si piktores, të vajzës, të galeristit i cili pas çlirimit të Parisit edhe të Francës nga autoritetet franceze u fut në burg, sepse akuzohej që i kishte dhuruar edhe kësaj të dërguar Hitlerit pikturën e Botticellit. Por vetë Piktoria, e cila kishte ardhur nga një kamp përqendrimi, nuk ishte e vetëdijshme që të tregonte që nuk kishte ndodhur kjo, dhe ju desh vajza e tij që nuk e kishte njohur kur, të vinte nga Australia e largët dhe të krijonte gjithë atë që quhet romani. Dhe kur sa herë më kanë pyetur, më thoni një fjali të fundit për këtë roman, them, çfarë mund të thuash përveç se atë që i ka dhënë titull shkrimtarja? Ky është një kryevepër. Okej, ecim, regjia më ndihmon. Kemi kopertina tjera, po Dreiser, një tragjedi amerikane. Jemi kthyer te klasikët. Shiko, në filozofinë e punës tonë, është ripërkthimi klasikëve. Kjo duhet të ndodhë, besoj, për disa arsye, po unë shkurt do të them 2. Gjua evolon. Edhe në evolucionin e saj, ne kemi lexues të rinj, të cilët kanë një perceptim tjetër për gjuhën. Kështu që unë mendoj që është detyrë e botuesve që të kenë dhe të sjellin planet editoriale ripërkthime. Eris Rusi ka bërë një punë të shkëlqyer me Gjeniun e Dreiserit dhe ne i propozuam një tragjedi amerikane. Ka qenë një punë edhe kjo e gjatë, këmbgulse,
Erisi është jo vetëm një lektor shumë i mirë i universitetit tuaj, por të Fanoli, por është edhe një përkthyes shumë i mirë si nga gjuha italiane ashtu dhe nga gjuha angleze. Punoi gjatë, por më duket se arriti një sukses të merituar. Dhe vërtet në panajirën e librit, unë e kisha nga librat e propozuar të atyre të rinjve që mendoj, nuk e di si e mendoni ju Ilir, po të rinj të duhet fillojnë nga klasikët. Më thënë, një letërsi e lexuar e klasikëve të bën që të perceptosh më mirë një letërsi moderne. Edhe një letërsi moderne, do me thënë, nëse ti nuk e lexuar klasikët, nuk mund të ndash një autore, po them, moderne, e cila shkruan pa pikë, pa presje të realizmit magjik apo të letërsisë të fundit moderne, sepse duhet të tingëlloj bukur rrëfimi i Martinidenit, i tragjedisë, ti duhet të dashurosh me konceptin e këtyre lloj letërsive për të kuptuar që shkruhet edhe ndryshe, dhe ndryshe shkruajnë autorët bashkëkohor. Ecim. Ishim me një tragjedi amerikane. Në qoftë se nuk ka kopertinë, ne kemi një libër. Po do të ndalemi edhe tek libri që mbani unë, me sa duket regjia ka kthyer planin e parë në studio. Unë mendoj që edhe ky është një libër për të vënë në dukje në gusht të këtij viti. Shkrimtare Adriana Trigiani me origjinë nga Italia. Pasi ne I kemi botuar 4 libra dhe të gjitha ata që kanë lexuar Gruan e Këpucarit, mendoj që ju sjell në vëmendje një tjetër roman shumë të bukur Pami nga Liçeni Como, botuar tashmë në Amerikë në gusht. Ishte libri më I shitur edhe libri me review më të mira në Amerikë, por edhe I përkthyer në gjithë botën. Ajo na I dërgoi ne këtë roman sepse donte patjetër që të botojë në Shqipëri. Ka shumë komunikim të mirë me ne për arsye sepse dhe librat I pëlqejnë të botuar, por edhe kanë ardhur dhe të përkthyer shumë mirë. 4 librat e parë nga Mirela Milori dhe ky libër nga Elona Qose, që vërtet edhe Elona është një gazetare shkëlqyer, e cila ka sjell Adriana Trigianin me gjithë emocionin e saj, me personazhet cilat na lidhin me Amerikën dhe me Italinë. Adriana performon edhe është një shkrimtare e cila sjell me elegancë, humor, personazhet e saj për të na rrëfyer shoqërinë. Do të thënë nëpërmjet personazhit, nëpërmjet akteve të tyre shoqërore, na tregojnë shoqërinë në përgjithësi. Ndërkohë, nga librat që kam, sigurisht nuk është faqe në ekran, është edhe Mëso të flasësh me bimët. Titulli interesant në fakt. Kjo është një Marta Oris, është një autore nga katalanase. Tashmë e dim që letërsia katalanase është në krye të letërsisë spanjolle. Unë për mua është nga letërsitë më të mira, është pak gjëmtuese e gjërave moderne në artin e të shkruarit. Edhe Mëso të flasësh me bimët është një rrëfim I një mjekeje e cila nuk u bë dot me fëmijë, megjithëse ishte një mjeke neonate. Jetoi me ankthin për të lindur fëmijë dhe për të mos u ndarë nga bashorti, dhe në momentin kur ai I tha që ne të dy do të ndahemi, bashorti I saj ishte botues librash, ai kishte rënë në dashuri me redaktoren, punonin bashkë dhe tashmë do ndaheshe nga bashortja, por nuk arriti dot që t'i thot as redaktores që e donte dhe nuk arriti dot t'i thot as familjes që kishte ndarë bashkëshorten. Por ai ishte I dashuruar me bimët. Dhe në gjithë terasën e shtëpisë të tij kishte mbjell lule të ndryshme dhe bimë. Dhe të gjitha gjërat që donte t'i tregonte, gjithë mëritë dhe dashuritë që kjo mjeke donte t'i tregonte bashkëshortit të tij, në fakt, gjitet në taraz dhe ja tregon një nga një bimëve. Më thënë, është një rrëfim kaq emocionues, sa vërtet, unë kur e kam lexuar këtë libër, më ka manitur. Ne kemi disa libra të botuar nga letërsia katalanase dhe edhe libra historik, sepse katalanasit në vetvete kanë luftuar dhe vazhdojnë të luftojnë për të drejta, për ndarjen e tyre, për vetë administrim. Ne tashmë e dim këtë histori brenda Spanjës, por kjo është një letërsi e vërtet. Nuk ka lidhje as me pjesën shoqërore, as me mënyrën e menaxhimit politik apo ekonomik të Spanjës.
është një letërsi që vjen nga shpirti edhe shkruhet me shpirt. Më thënë, është një shkrimtare e vlerësuar në letërsin katalanase. Unë mendoj që ata shqiptarë që do ta lexojnë do na vlerësojnë. Vasilika, ju e vetë personalisht çfarë zhanri, letërsia, autori preferoni, pëlqeni? Shiko, të botosh, ti je botuese, do të thotë të kesh një vetdije për të prekur të gjitha zhanret e letërsisë. Kurse unë personalisht përqej thrillerin historik, sepse unë dua që personazhet me të cilët unë jam jam e afeksionuar, se e dashuruar është pak fjalë e madhe, për mua që kam lexuar qindra faqe, edhe për shkak të punës dhe për shkak të pasionit, mendoj që afeksionohem më shumë pas thrillerit historik, për arsyen e fortë që e personazhet mua duan të më lënë edhe një mesazh. Po unë dua ta shikoj personazhin në kontekstin historik. Asnjë gjë që dua të lexoj, nuk dua të fshihet nga mendja ime. Dua të jetë diku atje në skedarët e mi të kujtesës për ta pasur si një mjet që të më shërbej nesër. Jo në komunikim, sepse ndonjëherë thonë, po pse ku na shërbej ka letërsia? Po patjetër që na shërbej letërsia. Në momentin që edhe kur vizitoj një shtet ku i kam lexuar letërsinë e vendit, unë di ku të shkoj, apo di çfarë të kërkoj nga ata, dhe kjo më duket sikur i njoh si popull, dhe mendoj që edhe romani historik që është në modë sot, do me thënë roman historik, dhe unë do veçoja një roman të mrekullueshëm që ne kemi për lindjen e Stambollit, për lindjen e Turqisë moderne, Mesnat në Pera Palas, është një libër mjaft i rëndësishëm i një autori amerikan ku flet për Stambollin, se si ai u bë kryeqytet i botës, se si ende sot thonë në Stamboll kryqëzohen spionët më të mëdhenj të botës. Unë tashmë nuk i di këto prapaskenat të kësaj natyre. Do të mësojmë edhe do ta shohim Stambollin edhe në këtë realitet. Edhe me këtë sy duhet ta shohësh, por mua më duket që kryqëzimi i kulturave në atë qytet, kryqëzimi i shumë komsive, të bën që ti të njohësh një realitet tjetër. Edhe pasi kam lexuar librin, kur sërish kam vizituar Stambollin e kam parë me një sy tjetër. Pra, domethënë ky është gjithmonë magjia e letërsisë. Nga letërsia kam personalisht e kuptoj. Sa i rëndësishëm është raporti që krijohet mes shtëpisë tuaj botuese dhe autorëve shqiptar. Ju përmendet një autore që e kishit sjell në këtë panajir. Po shumë i rëndësishëm. Po vetëm kur vërtet se keni shumësi librash nga letërsia botërore, po pak autor shqiptar. Pak autor shqiptar. Po ata që kemi shumë. I keni përzgjedhur, ne e tham këtë, sipas standardit dhe etalonit që ju caktoni. Për shembull, do t'ju përmendja një autor tjetër shqiptar që për mua ka 2 libra të mrekullueshëm, Ciklobin, edhe Vitin e Elefantit, libra të cilët tashmë i është botuar edhe në Bullgari, është duke ju botuar Brian Sukajt edhe në Itali, edhe në shumë shtete ja kanë kërkuar. Unë them që edhe me Brianin ne bëm zbulimin e letërsisë shqipe. Përmendet nga shumë shkrimtar të rëndësishëm shqiptar, edhe e merret si etaloni një letërsie që po vjen në Shqip, po kjo është një risi. Ne jemi popull i vogël. Pse çdo qytet duhet të ketë 10 shkrimtar, se pastaj bëhemi më shumë shkrimtar se lexues, Ka një vend thon diku atje në Rusinë e largët, ku ata janë shumë të izoluar dhe të shkruajnë nga një histori. Edhe të tërë janë shkrimtarë dhe s'kasnjë lexues. Kështu që ne duhet jemi të kujdesshëm. Unë them edhe me Brianin kemi bërë një zbulim të letrave shqipe. Kush ka qenë botimi më i vështirë, por edhe njëkohësisht edhe më i suksesshëm në karrierën tuaj? Si botuese? I vështirë, do me thëmë vështirësi të çfarë natyre, vështirësi të natyrës në editim? Në editim? Ndoshta në editim. Okej, në editim mund them që janë veprat e statutet e katedrales të Drishtit, një vepër e cila na u desh të sfidonim, sepse ishte një kohë shumë, do me thënë, nuk kishin ardhur vepra të tilla në botimet shqipe. Ishte një vepër që duhet të besonim, por ne morëm gjithçka jo të mirëqenë, por gjithçka të dokumentuar me certifikata nga muzet që ishin marrë këto lloj dokumentash. Flitet për një, të themi,
që ta sqaroj për teleshikuesin tuaj, flitet për një kushtetut të Skënderbeut, të themi, në kohën e Skënderbeut, Drishti e dim kush ka qenë një vend i rëndësishëm në qytetërimin e kohës të Skënderbeut, edhe flitet vërtet e kemi sjellë në mënyrë anastatike. Që do të thotë, përveç përkthimit, përveç transkriptimit, nga dy studiues të rëndësishëm, ky libër ka edhe anastatikën, pra do me thënë, ashtu si është botuar në original. Dhe kjo mund të them që mund ta kemi shtypur edhe një 2 herë atë libër, sepse gëzimi nuk pranonte që ajo ngjyra e botimit të përafrojë në mënyrë 90% si originali, do të thënë tek ajo vepër, por edhe tek vepra e Matteo Mandalas kemi asur vështirësi, por në pjesën anastatike, jo në pjesën e krimit. Por këto janë vepra që ose i bën, ose nuk i bën. Kështu që ne mendoj që kemi bërë. Kjo është ideja. Do të thënë, këto kanë qenë vepra të rëndësishme që kanë qenë. Mirë, ne do kalojmë në pjesën e tretë, do të jemi me të tjera, le të themi, momente që ka një botues përballë librit, por shkojmë në publicitet. Jemi rikthyer në pjesën e tretë në Infoftes këtu në televizionin Sot 7. Jemi duke diskutuar për librat, botimet e reja, me mua Vion Tjetë e ftuar në studio Vasilika Tafa, botuesa Ombra GVG. Vasilika, do doja të mbetemi në këtë diskutim që sigurisht kryefjalë është libri. Ndodhin shpesh, le të themi, surpriza me botimin. Ti ke botuar një libër, nuk e pret suksesin e tij në atë moment dhe befas në një moment tjetër ka shpërthim. Kam parasysh shkrimtar që marrin Nobelin, që ti ke rrezikuar duke e botuar me herët apo e kështu natyra të tilla. Në fakt po, ka ndodhur, më ka ndodhur me serinë e princeshave kështu. Është një libër i cili shkruhet nga një shkrimtare amerikane, gazetare amerikane, por që mbështetet mbi një rrëfim të sinqert, një ditar të sinqert të princeshës, të një nga princeshat të Arabisë Saudite, ku besoj ka shumë vite që kemi botuar këtë libër. Ajo vijon dhe ka 6 libra mbas këtij, do me thënë e ka vijuar rrëfimin e saj në 6 vëllime. Kur ne librin e botuam, kishte edhe disa botime të tjera, po princesha kishte një kopertinë shumë të bukur dhe njerëzit menduan se ndonjëherë janë libra kundër fesë myslimane. Në fakt ajo është një princesh ku nuk ka asnjë gjë kundër fesë myslimane dhe madje ka një të them një dy varg të bukur që unë do ta ndaj me ju. Unë thot jam një princesh ku nuk mund të bëhem kur mbretëresh, kurse në vendin tim vetëm burrat dhe erra janë të lirë. Por në gjithë rrëfimin e saj të sinqert, që e shkruan gazetarja Gjin Sason, ajo askund nuk prek fenë myslimane, madje është një myslimane shumë e mirë, që e respekton fenë e vet, rritet e veta, dhe them që në fillim do me thënë pati një lloj hezitimi për ta blerë dhe lexuar, pastaj pati një bluk të paparë shitjesh. Besoj duhet ta keni dëgjuar këtë lloj serie. Por ka edhe autor të tjerë, për shembull ne kemi botuar një autor korean, An Song Kyong, që e sollëm me një libër shumë të bukur, Princesha Bari, dhe me ca histori fantastike Princesha Bari, ku tregonte që gratë nga Korea e Jugut, nga Korea e Veriut, më fal, hypnin dhe në maune për të shkuar në Korenë e Jugut apo në Kinë, vetëm e vetëm që të largoheshin. Dhe mua aty më kujtuan sapo ishte bërë një lajm ku disa gra ishin gjetur të vdekura në një maune që çonte mallra nga Franca për të kaluar në Angli. Pra do të thënë me një aktualitet në pozicione dhe vende të ndryshme. Dhe ky autor që sollëm disa libra të këtij autori, një autor i cili përshkruan anët e errta të Seulit, ai jeton shumë vendin e vet, jeton në Francë, tani ishte kandidat për çmimin Broker. Ishte, do me thënë, i dyti për çmimin Broker, dhe kur e pash, ne kemi botuar një libër Mater 2 deri në 10, një libër mendoj shumë voluminöz, po që tregon një histori të vërtetë se si është krijuar shkëlqimi i Seulit, dhe ai merret me anët e errta të kësaj shoqërie për të kuptuar se
ku mbështeten ato gradaçela të larta dhe ai zhvillim i lartë teknologjik, sepse në fund të fundit çdo shkrimtar e shef botën sipas vëzhgimit të tij. Mendoj edhe një tjetër shkrimtar japonez më ka befasuar. Ne botuam për herë të parë nga Nasume Soseki një libër Kokoro. Ai është Kokoro do të thotë zemër. Ne ja lam këtë titull sepse ndonjëherë në gjithë botën ai është botuar me të njëjtin titull, domethënë ka ngelur titullin origjinal Kokoro dhe ka më të lehtë perceptimin lexuesit. Po, dhe sigurisht i kemi vënë diku shpjegimin që do të thotë zemër. Dhe pasi botuam romanin e tij të dytë Unë jam një maçok, pati një shitje dhe një pëlqim dhe një review të lexuesve shqiptar të cilët më kanë befasuar. Dhe tashmë në këtë panajir, megjithëse nuk e kam sjell prezent, ne nxorëm botuam Sanshiron, librin e tij jo të tretë në radhë si botim, por nga librat e tij më të mirë, i cili pati një vëmendje të shtuar edhe në këtë panajir. Më vjen mirë. Vasilika, sa ka ndikuar puna juaj e përditshme në jetën familjare? Sa kosto ka ajo? Sa gjëra duhet të bëjë një nën mirë, aq edhe sigurisht ndonjëherë lëshon pak pe. Sepse unë duhet të flas për Vasilikën, jo profesioniste, po si nën tani. Po, pse jo? Edhe në këtë pjesë duam të dëgjojmë pak. Unë jam nëna e 2 fëmijëve, një djali dhe një vajze, cilët unë i kam krenari, sepse janë fëmijë shumë të mirë, janë mirë shkolluar, jo kanë një shkollim të mirë, por janë mirë shkolluar, sepse në universitetet ku ato kanë mbaruar të 2 masterat në Francë, kanë dalë me rezultate të shkëlqyera. Edhe për një prind, edhe për një nën, nuk e di, po për mua është krenari. Do me thënë, unë gjithmonë jam munduar në jetën time të ushqej të dy ata dëshirën e madhe për studim. Mendoj që njëri i studiuar, i mirë studiuar, pa tjetër do të gjej vendin e vetë në shoqëri. Sepse nuk do pranoj asnjëherë banalitetin, nuk do pranoj asnjëherë të bashkohet me atë pjesë të cilës nuk i takon as në mentalitet dhe nuk i përket në emocione, edhe në perceptime. Mundohem të ndikoj te ta aq sa mundem që ata të jenë edhe empatik, pra do të thonë ti duan njerëzit edhe vendin edhe ku jetojnë. Nuk e di sa ja kam arritur, marr lavdrime, por kam edhe një anë timen tjetër. Unë jam një gruaj që bëj ndonjëherë edhe do të thënë nxitohem në disa gjëra, edhe se kam të tipit të nuk di të ndaloj. Nuk di të ndaloj. Do të thënë duhet të ndaloj pak, të kem kujdes për Vasilikën, shpesh Vasilikën e haroj. Po në fakt suksesi vrapon dhe ju keni kapur suksesi në fakt në trendin e botimeve. Shikoj, Ilir, ma beso që kur unë botoj një libër, të paktën në perceptimin çfarë është në tavolinën time, unë mendoj si ta nxjerr më mirë. Jo se sa të tjerë do thonë mirë për këtë libër. Do të thënë, përgjegjësia që unë kam në tavolinën e punës apo në shtypshkronjën ku ne e kemi tonën edhe ne shtypim, do të thënë kontrollet që unë kam mbi gjithë realizimin e një botimi, e fundit më shkon në mendje lavdrimi. Më thënë, unë dua të jem rehat me veten, që ky botim do të jetë botimi që ne duam. Unë dhe Gëzimi kemi një kontroll të shtuar të gjërave që duhet të bëjmë. Pastaj, kur vjen edhe një vlerësim, një mirënjohje si nga shkrimtarët, si nga shtëpitë botuese respektive, sepse ne i blejmë të drejtat, jemi të detyruar që librat i çojmë dhe marrim kënaqësi, patjetër. Por ndonjëherë e kap veten edhe të rëmbyer. Pra, do me thënë, jam pak e dyezuar midis dëshirës për të qenë patjetër një grua e mirë. Nuk e di sa e realizoj, se kjo duhet pyetur familjarët e mi. Jeni familje e bukur dhe e suksesshme. Por gjithsesi them që ndonjëherë Gëzimi më tërheq pas krau dhe më thot, ta pim një kafe në qetësi edhe ndalu pak Vasilika, sepse po të më lesh mua, unë jam duke vrapuar. Ndërkohë, ju si vajzë Pogradeci, jeni syeveshë edhe tek mami juaj, zonja Kristina. Ardhja juaj është një kontakt me mamin,
kështu që unë e përfitova këtë mundësi për të bërë edhe ftesë për të qenë këtu. Në fakt, unë ju uroj shëndet zënës Kristina. Faleminderit Ilir. Në fakt, ma besoni që në ditën time edhe shumë të rëmueshme, por edhe shumë impenjative, patjetër nuk më gjeni vend. Nuk e harroj asnjëherë telefonatën e mëngjesit dhe të darkës, sepse nëna ime jeton larg meje. Dhe mirë bëni. Unë e dua shumë si çdo vajzë nënën e saj. Ajo është një grua e përkushtuar dhe ka qenë gjithë jetën e përkushtuar, por ajo që më jep mua kënaqësi është që është një grua si që janë pogradecaret e vërteta dhe pogradecaret që dhe të kupton. S'ka gjë thot, vetëm mbaro punën ti, po kur ma thot këtë fjalë ma besoni që më shkarkon gjithë lodhjen e ditës. S'ka gjë thot, s'ka gjë sepse ti e u pëllotët në fakt, po ne e duam shumë Teta Kristinë, nuk shujtem. Sigurisht sepse vërtet unë në këtë qytet ju thash që në fillim kam kujtimet e mia të fëmijërisë, unë kam njerëzit e mi të dashur, përveç mamit kam edhe njerëz dhe plot të afër të miq, kam miq dhe shok dhe mendoj që do të thënë kam vlerësim për gjithëkënd, por edhe për ata pogradecarë të rinj që kur unë kaloj në rrugë nuk më njohin, por mua më duket sikur e njoh të gjithë. Sepse ne jemi njerëz të bekuar nga ai gjoli jon i dashur. Vasilik, ne pa dashur po shkojmë në fund të emisionit. Unë do doja edhe një pyetje të fundit, çfarë është duke nxjerr para lexuesit Ombra GVG? Çfarë na surprizon? Do të hyjmë në një vit të ri, ndoshta edhe në vigjilje të vitit të ri, kemi autor... Kemi autor shumë të mirë. Interesant. Në fakt, mendova që kur ne bëm planet e botimit për Panairin, menduam që, domethënë të dy me Gëzimin kishim të njëjtin mendim që të mos t'i nxjerrim të gjithë librat që ne kemi prezent në Panair, dhe tani në 25 dhjetor, ato ditë para Krishtlindjeve, unë kam një libër shumë të bukur, Vajza në pikturë, është një nga ato thrillerat historik që unë pëlqej shumë, më pëlqen shumë, kam një libër tjetër me tregime të bukura nga letërsia lituaneze, dhe kjo është një letërsi shumë e rëndësishme në, domethënë, 3 vendet, Lituani, Estoni dhe Letoni kanë një letërsi ndryshe, por sidomos letërsia lituaneze, ne kemi botuar autor lituanez të cilët kanë qenë shumë të suksesshëm dhe rrëfejnë dhe tregojnë histori që ndonjëherë ti thua si ka mundësi që ai tregon kaq hapur për të nxjerrë vendin e vet negativ. Jo. Ai e tregon hapur që Lituania ka qenë një vend që ka përndjekur ebrejt, për shembull. Sigurisht kjo është një fituese e çmimit evropian të letërsisë që ne e kemi gati për ta sjell, por një libër tjetër që besoj do të jetë shumë sfidues vjen nga Tajvani. Do me thënë një letërsi që ashtu si e ka titullin, një piano i bukur, ajo është një letërsi që të bën që kur ti lexon këtë roman, të ndjesh tingujt e një pianoje. Nuk e dhe ndyshim, nuatja juaj nuk gabon, ju uroj shumë sukses e mvimësi, juve dhe bashkëshortit tuaj zotit Gëzim Tafa, që jeni gjithmonë në atë punën e detajuar për të sjellë më të mirën e botimeve botërore për lexuesin shqiptar. Dhe kjo nuk është pak. Më lejo dhe mua të të falenderoj për zëmërsisht. Kultivoni shije kombëtare. Të të falenderoj për zëmërsisht për një intervistë shumë shtëruse, që lidheshe si me procesin tim të punës, ashtu edhe me dëshirat dhe shpirtin tim. Një intervistë e cila më desht isha e vërtet, sepse mendoj që të thuash të vërteta të bukura, po është gjëja më e rëndësishme për ne të ndajmë me njëri tjetrin ato realitete të cilat na emocionojnë. Të falenderoj shumë, Vasilika. Faleminderit shumë i Sukses edhe punë të mbarë në vimësi juve dhe Ombrës. Faleminderit. GVG, se ju e keni shumë të theksuar dhe të rëndësishëm pikërisht edhe për sektorin. Nderuar shikues, kemi qenë me info ftesë edhe për këtë javë. Ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16. Takimi radhës të enten tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, natën e mirë.